Ditët e para, opinioni i gjerë publik mendoi që ky ishte një prith katolik. Po. E njerëzit filluan të flisnin domethënë keq. Eksakt, po. Madje pati diskutime në agorin e debatit publik për komunikimin e papës në raport me çiftet brenda një zgjini, bekimi papnor, histori të tilla të cilat dolën komplet jashtë kujt. Dolën jashtë kontekstit të komunikimit të papës në atë kohë. Gjithsesi, pra këtu loja, ndërkallja e grupeve LGBT në kulturën tonë dhe në atë që ne njohim si bashkëjetesë ishte shumë e thellë se sa ne menduam në fillim fare. Po. Sepse synimi ishte gjithashtu që me i gur të godisnin kulturën, që nuk është ndonjë problem, ja, edhe bashkia i marton këta brenda një zgjini. Nga ana tjetër godisnin fen, perceptimin e opinionit publik mbi fen, që këta fetarët, feja, gjithë kjo histori këtu nuk na duhen më, sepse edhe këta kanë rrëshqit, edhe kanë shku në një dekadencë të thellë shpirtërore dhe morale. Shikoni se ç'a ndodh, po janë duke martu njerëz. Kjo ndodh në botë, për hir të vërtetës, ndodh në Perëndim, por Perëndimi thelbësisht është i korruptuar në dimensionin shpirtëror dhe moral, dhe ka jo pak komunitete fetare të cilat janë të korruptuara moralisht dhe shpirtërisht.